Mund të vazhdoj me punimet e kësaj mbledhjeje. Mbledhja sot me 5 rregull të ftuar nga kryesuesi Antikona Bytyqi, ku ishte prezent kryetari Shaqir Totaj dhe nën kryetari Kujti Mugashi, si dhe morën pjesë 29 kuvendar. Pas miratimit të rendit të ditës, pika lidhur me ngritjen e çështjeve, fillimisht lidhur me furnizimin me ujë të pijes, e ngriti Aziz Hotaj, kurse ai ngriti problemin e ngritjes së shtatores së ish presidentit Ibrahim Rugova, duhet të jetë në projekt. Milon shumë punë që nuk janë urgjente, e mja kushtu tek e fundit 1 vit buxhetor furnizimit me ujë. E kam pa që nuk është pozicion buxhetor ngritja shtatorës presidentit Rugova. Ju mund të më thoni që ajo është e parapame për këtë vit. Po për këtë vit është i pamundër realizimi. Tani u bë i pamundër realizimi. Lidhur me këtë nën kryetari Kujti Mugashi, lidhur me shtatorën e presidentit Ibrahim Rugova, derisa ne kemi një problem lidhur me këtë lokacion. Nëse gjendet lokacioni e kryem, kurse nëse nuk gjendet e shtyjem në vitin që vjen. Nëse nuk arrim me pas një lokacion të qartë, natyrisht që ky pozicion ka më bart për vitin e ardhshëm. Për shkak se na po flasim sot për një dokument paraprak për kornizën, po na tek tash kemi me ina për dëgjime dhe debate dhe kjo mund me psu ndryshime, sepse e din që pse zakonisht ndryshime korniza afat mesme buxhetore, por nëse ju veç e keni definuar që si vjet s'po kryhet, na jemi të gatshëm edhe sot këtë seancë me parapasi pozicion. Ertan Simetçi, Agim Muçaj, Kujtesa Kabashi, Shatri, Selman Sokolaj, Sevil Kazaz, Islam Thaçi, Karanfil Haxhillari, Adrit Krasniqi, Shukrie Berisha, Kujtesa Shatri, Alban Bislimaj, Dafina Alishani. Kurse ajo derisa foli, kuvendali Karanfil Haxhillari ndau një palë Doreza Boksi dhe një bilbil Filikaçe. Naxhie Mema, Jumranun e Fusha, Dafina Blaca, Drita Çenaj, Faruk Tahiri ngritën çështje të ndryshme. Priştine'de düzenlenen şampiyonada 3 çocuğumuz kupayla Prizren'e geri döndü. Ben burada kültür müdürüne sormak istiyorum. İlgili komisyon mu şu an haklı yoksa o 3 tane çocuk arkadaşımız mı, vatandaşımız mı? Sigurisht se kërkesat të tjera kanë qenë secila ku do të punohet, na e dim që ja vlen çdo lagje, çdo investim që bën qytetin është i mirëseardhur. Mirë, po edhe unë ato kërkesat e mia të cilat e kam potencuar deri tash mendoj se janë të rëndësisë së veçantë. Bë kërkesë edhe më herët tek Drejtoria e Turizmit për një shteg të vrapimit. Ajo është i gatshëm, do të thotë vetëm nuk duhet shumë të holla për mundo që të rregullohet edhe shtegi i vrapimit. Në fshatin Krajk dhe në Gjonaj, shtyllat e ndriçimit publik nuk po vendosen sipas standardeve, po janë vendosur tela mes shtyllave. Ajo përveç estetikisht nuk është në rregull, edhe teknikisht nuk parashihet, nuk besoj që dikush mundet me bë pranim teknik në atë formë për shkak që edhe pesha gradualisht i shkatron ato shtylla. Bu nedenle Sağlık Müdürlüğü'nün bu hizmeti merkezde değil, evlere teslim ederek sağlamasını talep ediyoruz. Në mungesë të udhërrëfyesve adekuat vendor, shumë operator ekonomik apo turistik të cilët nga rajoni sjellin në Prizren udhërrëfyesit apo ciceron të tyne, dhe gjatë këtyre guidave turistike, këta turist nga gjithë rruzulli toksor ju tregohet vetëm historiku dhe funksionalizimi vetëm i një konfeksioni fetar, kurse anashkallohen konfesionet tjera, ma thënë troq, vetëm objektet ortodokse vizitohen, kurse më njanohen objektet të cilët e karakterizojnë Prizrenin me një trashëgimni të lashtë kulturore. Qëtësim në lagjën e Trimave, pjesa e lagjës UÇK-s, rruga Nesim Krasniqi, pas një investimi të bërë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike për një rinovim të rrugës Nesim Berisha dhe rrugës kryesore që çet në fshatin Lybeqev dhe fshatin Arbëri Ish Leskovec, aty kompania Kecit ka ndërhyr pas rinovimit dhe pas punimeve të komunës dhe ka shkatruar çdo gjë. Unë dashta me ngrit këtë shqetësim pasi ka çuar në acarimin e banorëve të lagjës. Drejtori na ka bisedu pak këtë pjesë, veç po du me ditë edhe për mua edhe për qytetarët, a do të ketë ndonjë gjë për kompaninë e Kecit. Por më shumë se 3 vite rresht, kjo barkësi lokale ka dorëzuar kërkesa me shkrim dhe ka ngritur vazhdimisht në përseanca komunale nevojën e kupëzimit të trotuarve në lagjën tonë.
fatkeqësisht deri më sot nuk është marrë asnjë hap konkret për realizimin e kësaj kërkese të drejtë dhe të domosdoshme. Muajt shtator për të shqyrtuar mundësinë e furnizimit të shkollave me mjete dhe rekuizita sportive të domosdoshme për zhvillimin e aktiviteteve shkollore. Kërkesa parë ka të bëjë me sinjalizimet horizontale. Normalisht që po shohim që sinjalizimet horizontale janë të punu çdo ditë dhe po shohim që është arrit edhe niveli i sigurisë, nivelin në Prizren, edhe po shohim që këto ditë kemi shumë pak kolona për shkak të sinjalizimeve të durra dhe të punëve që janë bërë në lidhje me rrethrotullimet, dy rrethrotullimet që kanë qenë problematike, domethënë Bashdaron edhe në Tebellona, por do është një kërkesë me bë për Drejtorinë e Shërbimeve Publike kur do dilet me sinjalizimin në rrethin të Prizrenit, domethënë në fshatra, sepse kaloj çdo ditë në atë rrugë, domethënë Prizren na shec edhe Vlashnjë, Kobaj, Gëzhdanik, është një rrugë që fare nuk ka sinjalizime të bardha në mes. Kështu që është shumë e nevojshme, dihet që edhe rruga na shecit nga Gjersia nuk është e mjaftueshme, edhe ka kthesa të shumta dhe po ndodh që ka herë po ka aksidente të shumta. Miro edhe në katin e dytë të kryetari real me përdor Filikoqen, miro edhe pak me drejtora me Umar, me i kërku llogari, sepse vërtet është për keqardhje këto skandalet e fundit që ka po ndodhin. Pasojë e kësaj dukurie po bezdisen shumë qytetarë, që nga mëngjesi deri në mesnatë, nga lypsarë të cilët sipas gjasave janë pjesë e një grupi të organizuar për përfitimet veta. Do të filloni të ndërtoni terenin sportiv në lagjen Kurilla. Këtë Filikoqen do ta përdorim, por do ta përdorim me 12 tetor, kur kryetari Shaqir Totaj do t'ju thot larg nga kjo shtëpi. Pavarësisht replikave t'juaja, nuk mund të replikoj në replikat e juaja, sepse replike imja kanë qenë zgjedhjet e kaluara, ku sot e dini që jeni një opozit, dhe replike imja dhe gjithë të tjerëve do t'jenë edhe zgjedhjet e ardhshme. Më këto pajisje që ka kanë interesu, po i paskën harru gazin Lotësjelës edhe disa paketime me vezë. Kështu që qytetar kujdesi edhe për ata. Unazën e qytetit, e cila ka mbet pa u vazhduar nga pjesa e tranzitit vjetër e pjesën përmerar të të rrethi i ri ku është hoqja e qytetit. Ajo pjesa është mirë me njoftu drejtorin e inspeksionit dhe drejtorin e urbanizmit, që aty parashihet këtë rrugë dhe mos lejohen ndërtime dhe pengesa tjera në të ardhmen. Kryetari Totaj me këtë rast u dha përgjigjen e shumicës së atyre që ngritën dhe drejtori Qeli Lamaj i u përgjigj pyetjes së kuvendarëve. Ju i lexoni këtu, po më rëndësi është që po dini me lexu edhe për këto mirë ki që na ke punë kjo një farë bylbyli që ju e keni përdorur më herët si keni lënë njerëz më fol e tash na përkujtova atë fazë. Është në rregull, është këtë okej. Për ndryshe individ të cilët për çdo zgjidhje e kanë një problem, me ata njerëz nuk mundesh ndryshe mu marrë vesh përveç se më ju përgjigj me performancë. Performanca mirë është përgjegjja jonë, kurse për sa i përket basketit, talent ta marrë mendja, me dalë me lutë basketball me mua, kur dush e mirë se ardhën, po të merë fryma, hec. Pjesë Komuna e Prizrenit veçanërisht duke u marrë, jena në procedurë të hartimit kryesor për ujin e pjesë cili menohet mirët pej burimeve të Vërmicës dhe Poslishtit. Në më thonë jena marrë shumë seriozisht edhe me këtë pjesë furnizimit të qytetarëve me ujtë e pjesë. Drejtorët e ekzekutivit pasaj janë përgjigjur pyetjeve nga kuvendarët. Pas kësaj, kuvendarët e lëvizjes vetëvendosje lëshojnë sallën duke theksuar se nuk pajtohen me KAB. Pas së kryerjes së pauzës pas një ore në sallë u kthyen më pak se numri kuvendarëve që duhet të jetë së paku 21 për të pasur kvorum. Kështu kjo mbledhje u shtyje për një datë tjetër.